Vuani nga dhimbja e shpinës, kjo recetë do ju befasoj me rezultatin. Keni dhimbje në kurriz, shpinë dhe madje edhe në këmbë, të cilat shkaktohen nga ulja e tepërt ose punët e rënda fizike, mos u shqetësoni, ekziston një zgjidhje krejtësisht natyrale për problemin tuaj. Provojeni këtë recetë natyrale dhe nuk do ta njihni shpinën tuaj për shkak se zgjidhja në fakt është shumë e thjeshtë dhe në dispozicion. Nëse dëshironi që t'i harroni dhimbjet e shpinës për çdo mbrëmje, para fjetjes në kohëzgjatje prej 1 deri në 2 muaj, duhet të konsumoni një fik të tharë, një kajsi të tharë, 5 kumbulla të thara. Këto pemë përmbajnë substanca që shkaktojnë rigjenerimin e indit, i cili gjendet mes ruazave të kurrizit. Në këtë mënyrë ato bëhen më të forta. Secila pemë veçanërisht përmban elemente dhe substanca të caktuara, ndërsa përzierja e tyre ofron një ilaç të shkëlqyeshëm natyral, i cili është efikas kundër dhimbjeve në kurriz. Prandaj duhet ta provoni.